thirrjeve të IKSHPK-s nuk po i bindën një numër i prindërve. Vaksinimi i fëmijëve me vaksinën kundër fluthit, pavarësisht se është obligim ligjor, nuk po praktikohet nga disa prej tyre. Madje ata nuk hezitojnë të paraqesin edhe qëndrimin e tyre nëpër komente në rrjete sociale. Çdo prind ka të drejtë të vendosë për fëmijën e vet. Sa më përket mua, unë zgjedh të mos e aplikoj këtë vaksinë. Po ku ka vaksina fal bre, po këto janë helme e efektet po shihen mas do vjeta. Këto janë vetëm disa prej komentet të personave që po kundërshtojnë një gjë të tillë. Por si pasojë e mos vaksinimit të fëmijëve, së fundmi janë paraqitur disa raste me froth. Madje disa është dashur të kërkojnë trajtim në klinikën infektive. Për momentin në klinikën infektive janë duke u trajtuar 5 raste, përfshirë dhe rastin i cili është kthyer nga mjekimi intensiv, ku ka qenë për disa ditë për shkak të një komplikimi të rënd nga sëmundja, ku tash për tash kemi 5 raste. Por pas këtyre rasteve, në qendrën e mjekësisë familjare në Fushë Kosovë, është rritur interesimi i prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre me këtë vaksinë. Para disa kohëve, numri mesatar i fëmijëve që kanë shty vaksinimin me merë dhe janë në qendër tonë me marrë këtë vaksinë ka qenë 2 deri në 3 fëmijë në ditë, ku në ditët e fundit kemi mbi, domethënë 18 raste gjatë një dite. Mjeku familjar Mustaf Gashi ka treguar për rreziqet që vijnë nga fruthi. Ata kanë krejt organizmin, duke filluar për rrugëve të sipërme të frymarrjes, pastaj rrugët e poshtë të frymarrjes janë mushkrit, pra mund me pas ndezje të mushkrive që është fatale, dimë se janë fatale për fëmijën, sidomos fëmijat që kanë një imunitet jo të mjaftueshëm, dhe pastaj edhe infeksione tjera të tërë trupit, e sidomos në sistemin trunor. Se cila është rëndësia e vaksinës kundër fruthit, tregon infektologu Hamdi Ramadani. Është vaksinë tash 60 vite e përdorur në nivel botëror dhe është vaksina më e mirë në infektologji dhe në shkencë që deri më tash edhe ka bërë mbrojtje solide kundër kësaj sëmundje të keqe, të rëndë, të rrezikshme, gjithse. Edhe nga ana tjetër e ka ulë shkallën e mendoj smundshmërisë. Doza e parë e kësaj vaksine jepet në moshën 12 muajshe, kurse doza e dytë jepet para fillimit të shkollës, 5 deri në 6 vjeç.